Shumë njerëzit thonë kush u kthi pi agje. Ke po? I ndikun pi ateistave, i ndikun pi komunistave, i ndikun pi kapitalistave. Kush u kthi pi anena. Po kallzon ti mu kush s'ka shku anena. Gjema dhe njerëz që s'ka shku anena. Ti tu vet kush a kthi. Kallzon ti mu kush s'ka shku. Hajt kallzon, cili s'ka shku. Ket kanë me shkuë. Allahu që ne thot ket keni marrë unë. Kret. Po kullun atihi yawm al-qiyamati farda, si cili pi juve një ka mi dal Allahut vet. Kujtoj ahiretin, kujtoj llogaria ran. Kujtoj llogaria. Sot me thon tije ka me arë me leku i vdekjes në akşam me të morë. Për Allahun, mashallah, ai hazër. Me thon sot në akşam banu hazër. Sikur që jemi të ubo gati haqiler dhe xhallar me shku për haq. E ki e datën. Me thon ki me dek në akşam. Ai hazër. Mos më burgjigj mua. As do sti tan kur kujt as Facebook më thuj, a jeni hazër? Jo, mos e shkruaj. Ti me veten tande, o Allah, jam hazër. A ja ke zondi kujt kamën? A ja ke bodi kujt zullum? A ki gjunahe? A ki farze pa krije? A mund shkot? Nëse janë nisur të drejtë zemra, ta di se nuk ka rregull dhe shka me tije. Ka pas pisahave që kanë thënë vallahi me lekul moti që tash me ardh. Unë s'kam shka bëj më shumë. Keti ku mbo. Keti, amu nuk më mishë me shpirtin e vojë. Ama neve me na vet. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu çka transmetoi Imam Buhariu. Çka thonte? Wallahi çdo sabah, çka i çeli sit, hazër bona për në akşam me dek. Çdo sabah çka i çeli sit, hazër jam për në akşam me dek. E priti me lekul motin. Ka thon e nëse s'vjen edhe mza akşami. Ka thon sigurisht vjen sabah. E ai ka thon dietar që ka përmendur Qaim el-Juzeyy. E ai janë sabah, janë akşam ka bërë. Allah në lecov të gjithë, ja Rabbel Alemin. Atë moment ku ndahet trupi pi shpirtit, edhe s'kthehet më kur në dunja. Andaj bën një pyetje vetvetes, a jam hazër me edake trup pi shpirtit? Apo ala jam të menu të tullat e shtëpisë, e të biznesi, e të tregtia, e am del rroga tan muin, e s'po dalin parat, e krize madhe, e muhabete boshe, pa nuk e di se ka mundësi ti që fini tu ka bo hazër. Andaj haxhi na kujton ditën e takimit me Zotin Xhelel Xhelalu. Andaj tha Allahu xhela ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Në surën Hax ajeti i parë, o ju njerëz, tut juni Allah, tut juni Zotit madh Xhelel Xhelalu. Inna zalzalat as-sa'a shay'un 'azim. Kur dridhe kiameti apo në madhe. Njerëzit thonë besa larga ahireti. Wa narahu qariba, na shofna shumë ngat. Shikoj njerëzit për ditë vdesin. Ai në ahiret ka shku. Për këtë arsye shumë njerëzit thonë kush u kthi pi agje. Ke po? I ndikun pi ateistave, i ndikun pi komunistave, i ndikun pi kapitalistave. Kush u kthi pi anena. Po kallzon ti mu kush s'ka shku anena. Gjema dhe njerëz që s'ka shku anena. Ti tu vet kush a kthi. Kallzon ti mu kush s'ka shku. Hajt kallzon, cili s'ka shku. Ket kanë me shkuë. Allahu që ne thot ket keni marrë unë. Kret. Po kullun atihi yawm al-qiyamati farda, si cili pi juve një ka mi dal Allahut vet. Së një thkiti kanë mi thonë abe atë dita e di shka pat mi bo. Jo, vet, përgjigju vet përgjigju. Ke qka ki bon vet. A di sarana jo. Shki kanë kuj mi thonë abe pse vet e mashtru ti mu. Jo, vet përgjigju.